الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Parimi katërt prej parimeve të pendimit është se prej gjërave të cilat e obligojnë pendimin, kthimin me pendim te Allahu subhanahu wa taala, është edhe thyerja që e përjeton njeriu në zemër. Çfarë do thotë kjo? Kjo thyrje apo këtë thyrje të njeriut e do Allahu subhanahu wa taala. Dhe do që ta shoh në zemrën e njeriut të tij. Dhe po ashtu Allahu subhanahu wa taala i do gjurmt që kjo thyrje i lë në jetën dhe zemrën e besimtarit. Marrim shembull në kohën kur ekzistonin pronarët dhe sklavët e tyre. Për shembull, një rob, një sklav, i cili ka ikë nga zotëria e tij. Dhe ky sklav i varfër, i ngrat, e di se nuk ka mundësi as se si të pavarësohet nga zotëria e tij. Nuk ka mundësi të ikë diku tjetër përveç tij, sepse e di se zotëria e tij është ai i cili kujdeset për të dhe për begatitë e tij. Pastaj këtë rob paramendojmë se e kanë zënë dhe e kanë sjellë të burgosur përpara zotërisë së tij. Si do të jetë ndjenja e këtij robi kur e sheh se zotëria e tij është duke shikuar në drejtim të tij? Padyshim se nga të gjitha anët do të kaplohet nga nënshtrimi, nga përulja, nga thyerja, nga turpi, sepse e di se zotëria e tij çfarë është duke menduar tani për të. Dhe padyshim se të gjitha këto emocione që ai i përjeton kur zotëria e tij i sheh tek ai do të kënaqet me të dhe do të pajtohet me të. Pse? Sepse zotëria e tij është i mëshirshëm, është shumë i mëshirshëm. E si është çështja nëse ky zotëri është Allahu subhanahu wa taala, më i mëshirshmi i të gjithë mëshiruesve? Si është gjendja kur kjo thyrje në zemrën e robit besimtar vjen si rezultat i një gjunahu që ai e ka bërë më herët, të cilin padyshim që Allahu nuk e do dhe nuk e dëshiron prej tij, dhe për cilin Allahu zemrohet nëse njeriu e kryen. Si do të jetë kjo thyrje pastaj në zemrën e njeriut? Padyshim që kjo është në gjendje e cila kur e ka plon zemrën e njeriut, Allahu e do atë. Dhe kjo pastaj, siç tham në fillim, bën që njeriu patjetër të kthehet me pendim te Allahu subhanahu wa taala. Madje kjo thyrje në zemrën e njeriut që ai e përjeton është shkak që gradat të ngriten te Allahu subhanahu wa taala dhe të ketë pozitë më të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.